Qendra e transfuzionit të gjakut në Gjakov qëndron mirë e furnizuar me dozat rezervë të gjakut, edhe pse gjatë muajit të Ramazanit kishte një rënje të dhuruesve vullnetar të gjakut. Kështu bëri të ditur shefi i qendrës së transfuzionit të gjakut në Gjakov, doktor Jeton Zenuni. Relativisht mirë për momentin, siç e dim kemi kaluar muajin e shenjtë të Ramazanit, në cilin kemi pasur një zbritje të numrit të dhuruesve të gjakut për arsye mirë të njohura. Mirë po tash pas muajit të Ramazanit, pas Bajramit, domethënë qëndrojmë relativisht mirë. Kemi kërkesa të vazhdueshme, mirë po për momentin jemi në mundësi që t'i mbulojmë ato, duke falendëruar dhuruesve kryesisht familjar, po edhe atyre vullnetarë të gjakut. Ndërkohë doktori gjithashtu tregon se her pas here ka mungesë të grupit të gjakut O pozitiv. Si zakonisht, grupet negative janë më të rralla, rrjedhimisht edhe kërkesat janë më të rralla, mirë po edhe është problematika, domethënë gjetja e dhuruesve me këto grupe të gjakut, ndërkaq që her pas here kemi në mungesë të grupit O pozitiv të gjakut, po për momentin disponojmë me të gjitha grupet të gjakut. Dëshirën për të dhuruar gjak e ka të vazhdueshme edhe dhuruesi David Hajdaraj, të cilin e takuam sot. Ai thotë se kjo nuk është hera e parë që dhuron gjak, prandaj edhe apelon te të tjerët që të bëjnë këtë akt human duke u bërë dhurues vullnetar. Është era 6 apo 7 se dhuroj gjak. Jam vullnetar, prap kush ka nevojë, më dhurua për ata që kanë nevojë. Cili kishin apelin? Kush mundet, se thojnë, unë dhuroj tjetër shpëtor. Doktor Zenuni u bëri apel të gjitha grup moshave nga 16 deri në 65 vjeç që gëzojnë shëndet të mirë, që të paraqiten dhe të dhurojnë gjak, duke shtuar se ky veprim human ndihmon në përmirësimin e gjendjes së atyre që kanë nevojë.